Ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ka vendosur në dispozicion të qytetarëve furnizimin alternativ me ujë. 10 autobotë ndërmarrjes, por edhe të ardhur nga Tirana, Durrësi, Saranda, Imara, Selenica dhe rrethet të tjera janë vendosur në dispozicion të qytetarëve të Vlorës. Gjatë gjithë kësaj të hëne, autobotët janë shpërndarë në shumë pika të qytetit. Teksa ndërmarrja e ujësjellësit kanalizime rajoni Vlorë koordinoi punën me rajonet. Qytetarët morën shërbimin me këtë zgjidhje alternative, ndërsa flasin për mungesën e ujit. Çfarë po ndodh? S'ka ujë ka një javë, na meruan. U qelbë do krimbemi, nga karbunari për ujë. E në grand, jemi po thamë të vim të jetojmë këtu, të vëndi jonë, po më duket se do largohemi për sëri. S'kemi ujë, me fëmijë të vogël, shpiu meruam, do qelbemi. Po na shikojnë turp i botës, qatë thëmi me, nuk ka ku vemi me në qelë, ku do shkojnë? 5 për pak. 5 ditë. Si po ja bën? Ja. Më e kemi gjithë. Tu bërë qarë atje, ajo tu posish për atje, ta ka fëmë gjithë linjët atje, ajo ashtu do bëjë pra, kotë që e bëjë. Ti ndajnë si shka i thëmë, me Saraqineska. Që alternativ kjo është. Po stoli këtu në bushin të të herim bajnë. Vesma! Së bëjë. Zgjidhje alternativ kjo. S'ka rrugë tjetër. I doni i përdorni për nevojat personale? Nevojat familjare. Po. Nga ana tjetër, ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë nëpërmjet një njoftimi u bën në thirrje qytetarëve që të mos konsumojnë ujin e autobotit por ta përdorin për nevoja emergjente. Ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët se uji të cilin po e marrin nga autobotët duhet ta përdorin për nevoja emergjente dhe jo për përdorim oral. Thuhet në njoftim, shkak për ndërprerjen e ujit është bërë një defekt i shkaktuar në tubacionin kryesor.